Jozi dhe Gerta ndodhen të ulur në oborin e shtëpisë, ndërsa atmosfera mes tyre duket e tensionuar. Jozi, me duart e kryqëzuara dhe një vështrim të ftohtë, e shikon Gertën me një ndjenjë shgënjimi. Ai tund kokën dhe pshertin thellë përpara se të flasë. Gerta, sinqerisht nuk e kuptoj se çfarë ke bërë, thot ai, duke e shikuar drejt në sy. Ke pasur mundësinë më të mirë për ta nxjerrë gjestin nga kjo shtëpi dhe nuk e shfrytëzove. Unë prisja që ta nominoje, prisja që të veproje si një lojtare e fortë, por ti ke treguar dobësi. Gerta, e cila deri në atë moment ka qenë duke dëgjuar në heshtje, përplas duart mbi gjunjë dhe përgjigjet me nervozizëm. Mos më thuaj që jam treguar lojtare e dobët, Jozi. Unë e di mirë se çfarë po bëj dhe nuk kam nevojë për këshillat e tua. Nuk është kaq e thjeshtë sa mendon ti. Jozi tund kokën me mosbesim dhe e shikon me një ironi të lehtë. E di se çfarë po bën? Seriozisht, Gerta? Sepse nga jashtë duket sikur po I jep gjestit fitoren në pjatë të argjend. Po I jep liri të bëj ç'të doj, po I jep mundësinë të manipuloj të gjithë dhe ti nuk po bën asgjë për ta ndalur. Gerta, tashmë e irrituar, shtrëngon nofullat dhe I përgjigjet me një ton të lartë. Dëgjoj, Jozi, unë kam arsyet e mia pse nuk e kam nominuar. Nuk është vetëm çështje strategjie, është edhe çështje e momentit të duhur. Nuk dua të veproj me nxitim dhe të bëj gabime. Jozi, duke tundur kokën I zhgënjur, I përgjigjet, momenti I duhur, Gerta? Po kur është ai momenti yt I duhur? Kur të jetë tepër vonë. Ai po tallet me të gjithë, po përdor njerëzit dhe ti ke pasur shansin perfekt për t'i dhënë një goditje, por nuk e bëre. Kjo është ajo që më zhgënjen më shumë. Gerta, me një frymëmarrje të thellë, mundohet të qetësohet dhe shikon Jozin me një shprehje serioze në fytyrë. E kuptoj se po më sheh si një lojtare të dobët, por mos haro një gjë, Jozi. Loja është një maraton, jo një garë e shkurtër. Unë di shumë mirë çfarë po bëj dhe kur të vijë koha, gjestin do ta nxjerr nga kjo shtëpi. Por dua ta bëj me stil, jo thjesht ta nominoj e të rri duke pritur. Unë dua që ai të përjashtohet me zarf të zi. Jozi, duke dëgjuar fjalët e saj, ngrit vetullat dhe buzëqesh me një skepticizëm të lehtë. Të shohim, Gerta, të shohim. Mos haro vetëm një gjë, gjestin nuk e mposh dot duke pritur. Ai është gjithmonë një hap përpara dhe sa më shumë vonohesh, aq më I fortë bëhet ai. Gerta, e cila tashmë duket edhe më e vendosur, e shikon me sy të ngushtuar dhe I përgjigjet me bindje, mos ki asnjë dyshim, Jozi. Kur të vijë momenti, do të shohësh se kush është e fortë dhe kush jo. Do të ta provoj. Jozi, duke parë vendosmërinë e saj, qesh lehtë dhe ngre duart si për të thënë se nuk do të debatoj më. Shpresoj që të mos jetë thjesht fjalë, Gerta. Le të shohim çfarë do të ndodhë. Tensioni mes tyre mbetet I lartë, ndërsa secili vazhdon të mbajë qëndrimin e vet. Loja brenda shtëpisë sapo është bërë edhe më e komplikuar.